Bashkësia Bektashi e Shqipërisë kërkon që Kosova ta plotësojë dhe ndryshojë ligjin për lirit, sipas të cilit aktualisht njihen 6 bashkësi fetare. Për këtë u interesua edhe Edmond Brahimaj, kryegjyshu i kryegjyshatës botërore bektashiane, i cili takoi grupin punues për shqyrtimin e projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 2 për lirit fetare në Kosovë. Po mundohemi që të organizohemi dhe të fitojmë të drejtat tona kudo që jemi. Edhe kjo është një detyrë jona që të vim te juve, të kërkojmë ndihmën tuaj që edhe Komiteti Bektashian të japë rolin e vet këtu në Kosovë, të jetë faktor paqe, mirësie, dashurie. Antarët e këtij grupi u shprehen të gatshëm që të bashkëpunojnë për plotësim ndryshim të këtij ligji sa i përket komunitetit Bektashi. Ne kemi tash punën me punu brenda e komisionit, edhe nëse kemi komision, ne do të punojmë deri fund me bënë një ligj sa më mirë edhe për juve edhe për Republikën e Kosovës. Për me rregullu me ligj, nuk mund të themi ne që nuk është disponimi, por ne po dojmë e bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Në qoftë se ndryshohet ligji bazik i neni 6.d, ju lejohet krijimi i komunitetit Bektashi që të jetë i pavarur dhe të punojmë një platformë apo siç punoni ju në Shqipëri. Kultura dhe tradita jonë një këtë komunitet fetar dhe meritat e tij. Komisionin që nga mandati i kaluar ka pranuar ftesën nga komuniteti Bektashi në Kosovë në mënyrë që të regjistrohen të veçantë. Pengesat juridike kanë qenë atë që ai ka qenë pjesë e tarikateve, siç e thanë kolegët këtu, dhe për me u nda nga aty duhet të rregullohen disa çështje. Për shkak që kërkesa është të jetë domethënë pjesë e bashkësive fetare që njihen historikisht domethënë si pjesë e Kosovës, a ekzistojnë dokumente domethënë që dëshmojnë si komunitet prej çfarë kohe janë të vendosur në Kosovë. Komuniteti Bektashi ekziston prej vitit 1700. Historia e kryegjyshatës botërore bektashiane, që prej 91 vjetësh është me qendër në Shqipëri. Ky tarikat ka mbi 150 milion besimtar.